Dielli e hershëm i qershorit kishte filluar të ngrohte ajrin mbi luginën e Bodensee, liçeni i madh që shtrihet në kufit e Zvicrës, Gjermanisë dhe Austrisë. Ujërat e kaltërta të liçenit shkëlqenin në ndërrezet e arta të mëngjesit, ndërsa valet e vogla lundronin butë drejt brigjeve të mbushura me kallam dhe lulët e egra. Ishte një nga ato mëngjese që duken si të pikturuara në një kartolinë, qielli i pare, ajri i pastër dhe i freskët që vinte nga Alpet dhe zërat e zogjve që këndonin në pemët përreth. Arben Krasniqi ndaloi për një çast makinën e tij të vjetër Volkswagen Golf në një vend parkimi me zhavon pranë bregut. Ai mbylli motorin dhe mbështeti kokën në sedilen e pasme, duke mbyllur syt për disa sekonda. Kishte punuar deri vonë në darkë në ndërtesën e re të një hoteli luksoz në periferi të qytetit të Konstancit dhe muskut e tij ende ndiheshin të rënd nga lodhja. Duart e tij të ashpra dhe të gërvishtura nga puna tregonin historinë e një burri që kishte luftuar me të gjitha forcet për të ndërtuar një jetë të re në tokë të huaj. Arbeni ishte 28 vjeç, me shtat mesatar dhe trup të fuqishëm nga vitet e punës fizike. Flokët e tij të zinj ishin prerë shkurt dhe në fytyrën e tij me mjekër 2 ditore lexoheshin shenjat e një jete plot sfida. Sytë e tij kafe të errët kishin një shprehje të qetë, por të vëmendshme, si dikush që kishte mësuar të ishte gjithmonë në gatishmëri për çfarëdo që mund të ndodhte. Ai kishte ardhur në Zvicër 5 vjet më parë, me një çantë të vogël në shpinë dhe një zemër plot shpresa. Vinte nga një fshat i vogël në veri të Shqipërisë, ku mundësitë ishin të pakta dhe ardhmja duke e errët si një tunel pa dritë në fund. Familja e tij ishte e varfër. Babai i tij kishte vdekur kur Arbeni ishte vetëm 12 vjeç dhe nëna e tij kishte punuar ditë e natë si rroba qepse për të ushqyer 3 fëmijët. Do të shkosh në Zvicër, i kishte thënë nëna e tij një natë dimri, duke mbajtur dorën e tij me lot në sy. Do të punosh dhe do të na dërgosh para. Dhe një ditë kur të kesh mjaft, do të kthehesh dhe do të ndërtosh një shtëpi të madhe për familjen. Arbeni kishte shkuar siç i kishin thënë, por jeta në Zvicër nuk ishte aq e lehtë sa kishte imagjinuar. Gjuha ishte një pengesë e madhe. Ai kishte mësuar pak me pak gjermanisht duke dëgjuar kolegët në kantier, por ende luftonte me fjalë të ndërlikuara dhe me thekse të ndryshme. Puna ishte e rëndë e lodhshme, ngritje ndërtesash, hedhje betoni, bartje materialesh të rënda në ndjell e shi. Për Arbeni nuk u ankua kurrë. Çdo mbrëmje, kur kthehej në domën e vogël të Qiras që ndante me 2 shqiptar të tjerë, ai numëronte paratë që kishte përsyer dhe imagjinonte se si do të ishte jeta kur të kthehej në vendlindje. Por sot ishte e diel dhe Arbeni kishte vendosur të merrte një ditë pushim. E diela ishte vetëm një ditë kur ai nuk punonte dhe zakonisht e kalonte duke fjetur ose duke lexuar gazetën shqipe që blinte në një dyqan të vogël në qendër të qytetit të Konstancit. Por sot, dielli dhe moti i bukur e kishin tërhequr drejt liçenit. Kishte dëgjuar kolegët të flisnin për botën sen, se si ujërat ishin kristal të pastër, se si mund të nëdohesh ose thjesht të ulesh në rër dhe të harrosh për një çast problemet e jetës. Arbeni zbriti nga makina dhe filloi të ecte drejt bregut. Kishte veshur një bluzë të vjetër të bardhë dhe pantallona të shkurtëra blu. Në këmbë kishte sandale të lira, blera nga një dyqan me zbritje. Në shpinë bante një çantë të vogël me një shishe ujë dhe disa biskota. Nuk kishte shumë para për të shpenzuar, por kjo nuk e shqetësonte. Bukuria e natyrës ishte falas, dhe kjo ishte mjaft për një ditë paqeje. Ndërsa ecte përgjatë bregut, Arben vuri re se kishte shumë njerëz. Familja me fëmijë, çifte të rinj që bënin piknik, grupe miq që luanin me top në rër. Zërat dhe të qeshurat e tyre përzien me zhurmat e valve dhe ulërimën e përcëllshme të mëngave që fluturonin mbi ujë. Diku në largësi, Arben dëgjoi zërin e një gruaje që qeshte me gëzim dhe për një moment ndjeu një dhimbje të vogël në zemër. Ai kujtoi familjen e tij, motrën e vogël që luante në oborrin e shtëpisë, nënën që qeshte kur ai I tregonte shaka. Një ditë, mendoi ai, një ditë do t'i marr të gjithë këtu. Do t'u tregoj këtë vend të bukur. Por tani, ai ishte vetëm, dhe kjo ishte në rregull. Arben kishte mësuar të jetonte me vetminë. Ai vazhdoi të ecë derisa arriti në një pjesë më të qetë të bregut,
ku pemët e mëdha të pishave bënin hije dhe rëra ishte më e bardhë dhe më e pastër. Këtu kishte më pak njerëz, vetëm disa familje të shpërndara dhe një çift të moshuar që po lexonin gazeta në një ombrell. Arben shtroi një peshqir të vjetër në rër dhe u ul. Ai nxorri shishen e ujit dhe piu një gëllonjë të madhe, duke ndjer freskësinë që zbriste në përfyt. Pastaj mbështeti kokën në duar dhe shikoi ujin. Ishte kaq i qetë, kaq i paqt. Valët e vogla vinin dhe largoheshin në një ritëm të përsëritur, si një këngë ninulle që qetësonte mendjen. Por një kohë të gjatë, Arben thjesht qëndroi atje, duke menduar për gjëra të vogla. Çfarë do të hante në darkë, nëse do të telefononte nënën e tij në mbrëmje, nëse do të kishte punë edhe javën tjetër. Mendimet e tij lundronin si rejet në qiell, pa një drejtim të caktuar. Por pastaj, diçka e çuditshme ndodhi. Arben dëgjoi një zë fëmbish që bërtiste me gëzim. Ai kthu kokën dhe pa një familje gjermane që po afrohej nga një shteg i ngushtë që vinte nga parkimi. Ishte një çift i ri. Gruaja kishte flokë të gjata bjond të lidhur në bisht kali dhe burri mbante një çantë të madhe plazhi në sup. Mes tyre vraponte një djalë i vogël, rreth 8 ose 9 vjeç, me flokë të ardhë dhe fytyrë plot diellosie. Djali mbante një top plastelini në duar dhe qeshte me zë të lartë ndërsa vraponte drejt ujit. "Max, mos vrapo shumë shpejt", thirri nëna, por zëri i saj ishte më shumë i shqetësuar se sa i rrept. Djali, Max, nuk dukej se e dëgjonte. Ai vazhdoi të vrapoj drejt ujit, duke ndjekur topin që kishte rrokullisur nga duart e tij. Arben buzëqeshi paksa. Fëmijët ishin gjithmonë kaq të padurueshëm, kaq plot jetë. Ai kujtoi veten kur ishte në atë moshë, duke vrapuar në përfyshat e fshatit, duke luajtur futboll me shokët e tij derisa të erësohej. Familja gjermane u ul nuk shumë larg nga Arben. Nëna shtroi një batanik të madhe me ngjyra të gjalla, ndërsa babai filloi të nxjerrte gjëra nga çanta, shishe me pije, sanduiçe, fruta. Djali, Max, kishte hyrë tashme në ujë deri tek gjunjët, duke goditur sipërfaqen e ujit me këmbë dhe bërtitur me gëzim. "Max, mos shko shumë larg", thirri babai duke ngritur zërin. "Unë di të notoj", u përgjigji djali, duke u kthyer dhe duke treguar një buzëqeshje të gjerë. Arben ktheu vëmendjen drejt ujit dhe vazhdoi të shikojë horizontin. Por në një pjesë të mendjes së tij, ai ishte i vetëdijshëm për zërat e familjes gjermane, për të qeshurat e tyre, për ngrohtësinë që ata shpërndanin. Ata dukeshin si një familje e lumtur, e qetë, pa shqetësime të mëdha në jetë. Sa fat kanë, mendoi Arbeni. Lindur në një vend ku gjithçka funksionon, ku rrugët janë të pastra, ku fëmijët mund të luajnë pa u shqetësuar për asgjë. Por ai nuk ishte xheloz. Jo, Arben nuk ishte nga ata që mbante mëri për lumturinë e të tjerëve. Ai thjesht priste ditën kur edhe ai, edhe familja e tij do të kishin të njëjtën mundësi. Minutat kaluan ngadalë. Dielli u ngjit më lart në qiell dhe temperatura u rrit. Arbeni hoqi bluzën dhe e mbështolli në një top pranë çantës së tij. Ai vendosi të hynte në ujë për t'u freskuar. Çau këmbët e tij të zhveshura në ujin e ftohtë dhe ndjeu një dridhje të vogël që kaloi nëpër trup. Uji ishte i ftohtë, por i këndshëm. Ai hyri deri të gjunjët, duke lëvizur duart nën ujë dhe duke ndjer rërën e imët me zgishtave të këmbëve. Ishte atëherë që dëgjoi diçka të pazakontë. Një zë. Jo një zë gëzimi, por diçka tjetër. Një bërtitje. Arbeni ngriu. Ai ktheu kokën shpejt dhe skanoi Bregdetin. Aty ishte familja gjermane. Nëna dhe babai ende po rregullonin gjërat në batanike, por Max nuk ishte atje. Dhe pastaj Arben e pa. Larg në ujë, rreth 20 ose 30 metra nga bregu, kishte një pikë të vogël, një kokë, një dorë që lëvizte në ajër, dhe një bërtitje tjetër, më e dobët kësaj here, më e dëshpëruar. "Hilfe! Hilfe!" Ndihëm. Zemra e Arbenit u ngrohë si një daulle në kraharor.
Ai nuk e mendoi dy herë. Pa thënë asnjë fjalë, ai u hodh përpara dhe filloi të notonte me të gjitha forcat drejt pikës së vogël në ujë. Ndërsa lëndronte përmes valëve, ai dëgjoi zërat prapa tij. Bërtitjen e nënës, ulërimin e babait. Por Arben nuk u kthye. Sytë e tij ishin të ngulur te ajo kokë e vogël që po zhytej dhe dilte nga uji, duke luftuar për hajër. "Mbaj!" thiri Arbeni në shqip, edhe pse e dinte që djali nuk e kuptonte. "Mbaj, po vi!" Duart e tij godisnin ujin me forcë, këmbët shkelnin me ritëm të shpejtë. Distanca dukej sikur nuk po zvoglohej kurrë. Çdo sekond që kalonte ishte një përjetësi. Dhe në mendjen e Arbenit, një vetëm mendim pulsonte si një alarm. Mos lejo që të ndodh. Mos lejo që ky fëmijë të vdes. Uji ishte më i thellë se sa dukej. Arben ndjeu se këmbët e tij nuk prekte më fundin. Ai notonte tani në thellësi. Dhe uji ftohtë po fillonte të mpirte energjinë e tij. Por ai nuk u ndal, nuk mund të ndalonte. Dhe pastaj përfundimisht, ai e arriti. Dora e vogël e djalit ishte ende mbi ujë, por trupi i tij ishte në fund të zhytur. Arben e kapi dorën dhe tërhoqi me forcë. Koka e djalit doli nga uji dhe Arben pa fytyrën e tij, të bardhë, me buzë vjollc, me sy të mbyllur. "Max", thirrri Arbeni, duke e tundur lehtë. "Max, hap syt." Por djali nuk përgjigjej. Arben e ktheu në shpinë dhe filloi të notonte prapa drejt Bregdetit, duke mbajtur kokën e djalit mbi ujë me një dorë dhe duke notuar me tjetrën. Ishte e vështirë, shumë e vështirë. Pesha e djalit, lodhja në muskuj, frika që po e pushtonte, gjithçka bashkohej në një përzierje të rëndë që e bënte të ndihej sikur po e tërhiqte një peshë gjigante. Por Arben vazhdoi. Këmbët e tij shkelnin, krahu i lirë tërhiqte ujin, dhe pak nga pak ai u afrua me Bregdetit. Kur këmbët e tij prekën në rërën e thellë dhe ai arriti të ngrihej në këmbë, ai e mori djalin në krah dhe doli duke vrapuar nga uji. Gjunjët e tij dridheshin, por ai nuk ra. Ai e vendosi Maxin në rërë dhe u gjynjëzua pranë tij. "Max, Max", thirrri ai duke i rrahur lehtë faqet. Nëna dhe babai vrapuan drejt tyre, me fytyrë të mbushur me panik. "Çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi?" bërtiti nëna në gjermanisht, duke u lëshuar pranë djalit të saj. Arben nuk e kuptonte saktësisht se çfarë thoshin, por nuk kishte nevojë për përkthim. Ai e shikoi djalin. Gjoksi i tij nuk lëvizte. "Ai nuk merr frym", tha Arbeni në gjermanishtën e tij të thyer. "Ish mos CPR, mahën." Ai kishte mësuar këtë teknik në një kurs të shkurtër që e kishte ndjekur vite më parë në Shqipëri, kur kishte punuar në një uzinë metalesh. Ai nuk e dinte nëse do ta kujtonte saktësisht, por duhet ta provonte. Arben vendosi duarit e tij mbi gjoksin e djalit dhe filloi të bëjë shtyrie ritmike. 1, 2, 3, 4. Ai numëroi në mendje, duke shtyrë me kujdes por me forcë. Pas 30 shtyrjesh ai u përkul dhe fryti në gojën e djalit 2 herë. Pastaj filloi përsëri shtyrjet. Nëna e Maxit po qante, duke mbajtur dorën e djalit të saj. Babai kishte nxjerrë telefonin dhe po telefononte ambulancën. Zëri i tij i trembur dhe i lëkundur. Arben vazhdoi. Duart e tij ishin të lodhura, por ai nuk ndaloi. 1, 2, 3, 4. Ai numëronte, shtynte frynte. "Ju lutem", po shpëriti ai në shqip. "Ju lutem, Zot, mos më merr këtë fëmijë." Dhe pastaj, pas asaj që dukej si një përjetësi, truti i djalit u drodh. Gjoksi i tij u ngrit dhe një sasi uji doli nga goja e tij. Max kolliti me forcë dhe hapi syt. Nëna e tij u lëriti, një ulërim gëzimi dhe lehtësimi. Babai ra në gjunjë dhe e përqafoi djalin e tij duke qarë hapur. Arbeni u largua prapa, duke ulur në rërë dhe duke vendosur duart në gjunjë. Ai po merrte frymë me vështirësi, gjoksi i tij po lëvizte shpejt, por një buzëqeshje e vogël u shfaq në fytyrën e tij. Djali ishte gjallë. Ai e kishte shpëtuar. Ambulanca arriti pas vetëm 5 minutash, por për Arbenin ato minuta kishin qenë si orë të tëra. Ai ishte ulur në lërë duke vëzguar ndërsa paramediket kontrollonin djalin të vogël. Max ishte tani zgjuar plotësisht, megjithëse i dobët dhe i shokuar.
Ai po qante but, duke u mbështetur te gjoksi i nënës së tij që e përqafonte si të mos e lëshonte më kurrë. Paramediket, një burr i shkurtër me mjekër dhe një grua e re me flokë të kuq, po bënin pyetje me shpejtësi në gjermanisht. Nëna Maksit po përgjigjej me slotëve, duke treguar me duar drejt ujit, drejt Arbenit. Babai i djalit kishte ardhur pranë Arbenit dhe kishte rënë në gjunjë para tij. Danke, tha ai, zëri i tij i thyer nga emocionet. Danke, danke, danke. Faleminderit. Fjalën e vetme që Arbeni e njihte mirë në gjermanisht. Por në atë moment, ajo fjalë mbarte peshën e një jete të shpëtuar, peshën e një familje që nuk do të ishte më e njëjtë pas asaj dite. Arbën e shikoi burrin në sy dhe shtrëngoi supet e tij. Është në rregull, tha ai në shqip, edhe pse e dinte që burri nuk do ta kuptonte. Por gjuha e gjesteve, gjuha e zemrës, ishte universale. Burri e kuptoi. Ai e përqafoi Arbenin me forcë, duke e mbajtur për disa sekonda, që u ndjen si një përjetësi. Paramedikët vendosën Max në një barel dhe e nisën drejt ambulancës. Nëna shkoi me ta duke mbajtur dorën e djalit të saj të ulur në barel. Babai ndali për një moment para se të hipur në ambulancë dhe u kthye drejt Arbenit. Wie heißt du? Si të quan? Arbeni, u përgjigj Arbeni thjesht. Arben, përsëriti burri duke shqiptuar emrin me kujdes. Sikur donte ta mësonte zemër. Ich bin Klaus. Klaus Müller. Klaus nxori një kartë biznesi nga xhepi i tij dhe ja dha Arbenit me duar që dridheshin ende. Bitte, tha ai duke treguar kartën. Bitte, ruf mich an. Telefonoje. Arben e mori kartën dhe e shikoi. Në të shkruaj, Klaus Müller, Rechtsanwalt, Konstanz. Poshtë kishte një numër telefoni dhe një adresë emaili. Okej, tha Arben, duke e vendosur kartën në xhepin e pantallonave të tij të lagur. Klaus e shtrëngoi dorën e Arbenit për herë të fundit, pastaj vrapoi drejt ambulancës. Dyert u mbyllën me një tingull metalik dhe sirena filloi të ulurinte, ndërsa mjeti u largua nga parkimi, duke lënë pas një re pluhuri. Arben u kthye nga uji. Bregu ishte mbushur me njerëz që kishin ardhur të shikonin çfarë kishte ndodhur. Disa po flishtin mes tyre duke treguar me gisht drejt Arbenit. Ai dëgjoi fjalë të tilla si Held, hero, dhe gehetet, shpëtuar, por nuk i kushtoi vëmendje. Ai ndjehej i lodhur, shumë i lodhur. Këmbët e tij ishin të rënda si plumb dhe muskujt e krahove dhe shpinës po i dhimbshën. Ai mblodhi gjërat e tija, peshqirin e lagur, çantën, bluzën, dhe filloi të ecte drejt makinës. Njerëzit e hapën rrugën për të, disa duke i buzëqeshur, disa duke i thënë bravo ose gut gemacht, punë e mirë. Arben u përgjigj me një buzëqesh të vogël, por nuk donte vëmendje. Ai donte vetëm të shkonte në shtëpi, të ndërronte rrogat e lagura dhe të flinte. Por ndërsa arriti te makina, ai ndiu diçka të çuditshme në kraharor, një ndjenjë që nuk e kishte ndier prej shumë kohësh. Ishte një ngrohtësi, një kënaqësi e vogël, e thellë. Ai e kishte shpërtuar atë fëmijë. Ai kishte bërë diçka që kishte rëndësi, diçka që do të mbeti me të për gjithë jetën. Arben u ul në makinë dhe mbështeti kokën në timon. Ai mbylli syt dhe mori një frymë të thellë. Dhe për herë të parë prej shumë kohësh, ai ndjeu se jeta e tij kishte një kuptim më të madh se sa thjesht puna dhe kursimet e parave. Javët kaluan dhe jeta e Arbenit u kthye në rutinën e zakonshme. Ai punonte çdo ditë në kantier, nga mëngjesi deri në mbrëmje, duke u përpjekur të harronte ngjarjen e liçenit, por nuk mund ta harronte. Në çdo natë, kur mbyllte syt, ai shihte fytyrën e Maksit, buzët vjollc, sytë e mbyllur, trupin e dobët që nuk merrte frymë, dhe pastaj ai shihte momentin kur djali kishte hapur syt, kur kishte kollitur ujin dhe kishte marrë frymë për herë të parë, pas atij ndalimi të tmerrshëm. Kartën e biznesit të Klausit, Arbeni e kishte vendosur në një sirtar në dhomën e tij. Ai e shikonte ndonjëherë, duke lexuar emrin, Klaus Müller. Por ai nuk telefonoi kurrë. Çfarë do t'i thoshte? Përshëndetje, jam Arbeni, djali që e shpëtua fëmijën tuaj? Ai nuk donte të dukej sikur po kërkonte diçka, sikur po priste një shpërblim. Por një mbrëmje, 2 javë pas ngjarjes, telefoni i Arbenit ra. Ishte një numër i panjohur me prefiksin zviceran. Alo? Tha Arbeni,
duke ngritur telefonin ndërsa po gatuante darkë në kuzhinë të vogël. Arben, tha një zë i njohur në gjermanisht. Here is Klaus, Klaus Müller. Zemra e Arbenit u ngroh. Klaus, babai i Maksit. Ah, Klaus, si je? Tha Arbeni, duke u përpjekur të fliste në gjermanishten e tij të thyer. Unë jam mirë, faleminderit. Edhe ti, si je ti? Pyeti Klaus, zëri i tij i ngrohtë dhe i sinqert. Unë jam mirë gjithashtu, tha Arbeni. Si është Maksi? Ai është mirë? Maksi është shumë mirë, tha Klaus, dhe Arben mund të dëgjonte buzëqeshje në zërin e tij. Ai është plotësisht i shëruar. Doktorët thanë se nuk ka asnjë problem. Gjithçka faltej Arben. Ti je heroi i tij. Arben nuk e dinte çfarë të thoshte. Ai ndjeu një nxehtësi në faqe. Unë bëra vetëm atë që duhet, tha ai me thjeshtësi. Jo, Arben, tha Klaus me ton serioz. Ti bëre më shumë se sa duhet. Ti vure jetën tënde në rrezik për të shpëtuar djalin tim. Dhe unë dhe gruaja ime, ne nuk mund ta shprehim kurrë sa mirënjohës jemi. Kishte një pauzë të shkurtër dhe pastaj Klaus vazhdoi. Arben, unë dua të takoj. Dua të flas me ty. Të lutem, a mund të takohemi? Unë dua të bëj diçka për ty. Diçka për të treguar falenderimin ton. Arbeni hezitoi. Ai nuk donte ndihmë, nuk donte para, por diçka në zërin e Klausit e bëri të ndjehej sikur refuzimi do të ishte i pakëndshëm. Në rregull, tha ai përfundimisht. Mund të takohemi. Shumë mirë, tha Klaus me gëzim. A mund të vish në zyrën time ditën e premte, në orën 5 pasdite? Adresa është në kartën që të dhash. Po, unë do të vi. Perfekt. Shihemi ditën e premte, Arben, dhe sërish, faleminderit për gjithçka. Kur biseda përfundoi, Arbeni uli telefonin dhe qëndroi për një moment, duke shikuar mureve të kuzhinës. Çfarë donte Klaus? Pse donte ta takonte? A ishte thjesht për t'i thënë falenderimin përsëri, apo kishte diçka tjetër? Arbeni nuk e dinte, por ai do të shkonte dhe do ta zbulonte. E premtja erdhi më shpejt se sa Arbeni e priste. Ai mori pushim nga puna më herët dhe u nis drejt qendrës së Konstancit me autobus. Qyteti ishte i bukur, rrugë të ngushta me kaldrëm, ndërtesa me arkitekturë tradicionale gjermane, dyqane me dritare të stolisura. Kafene të vogla ku njerëzit pinin kafe dhe lexonin gazeta. Arben nuk kishte ardhur shpesh në qendër, zakonisht qëndronte në periferi, ku ishin kantierët dhe banesat e lira. Ai gjeti adresën që ishte në kartën e Klausit, një ndërtesë e re prej xhami dhe çeliku, 4 kate me një hyrje të gjerë prej mermeri. Në murin pranderës shkruhej me shkronja të mëdha: Müller and Partner, Rechtsanwälte. Avokat. Arben ndjeu një nervozizëm të lehtë. Ai nuk ishte qenë kurrë në një zyrë të tillë, kurrë në një mjedis kaq formal. Ai hyri në ndërtesë dhe u prit nga një recepcioniste e re me flok të shkurtër kafe dhe një buzëqeshje profesionale. Guten Tag, tha ajo. Mirdita. Mirdita, përsëriti Arben duke përpjekur të tingëllojë qetë. Ich habe einen Termin mit Herr Müller. Mein Name ist Arben Krasniqi. Kam një takim me zë Müller. Emri im është Arben Krasniqi. Recepcionistja kontrolloi në kompjuter dhe buzëqeshi sërish. Ah, ja, Herr Müller po ju pret. Ju lutem, ngjituni në katin e 4. Zyra e tij është në të djathtë kur të dilni nga ashensori. Arbeni u drejtua ashensorit, zemra e tij duke rrahur paksa më shpejt se normalja. Kur dyert u hapën në katin e 4, ai doli në një korridor të gjerë me dysheme prej drurit të shtritshëm dhe mure të zbukuruar me piktura abstrakte. Ajri kishte erë të lehtë parfumit të shtrenjtë, gjithçka dukej kaq e pastër, kaq e organizuar. Ai trokiti në derën e zyrës së Klausit. Herein, thiri një zë nga brenda. Hyni. Arben hapi derën dhe hyri. Zyra ishte e madhe dhe e ndriçuar nga drita e diellit që vinte nga dritare të mëdha që shikonin mbi qytet. Kishte një tavolinë të madhe prej drurit të errët, me libra dhe dosje të rregulluar me kujdes. Në murin varen diploma dhe certifikata. Dhe pas tavolinës, u ngrit Klaus.
Ai duke i ndryshëm nga dita e liçenit, tani kishte veshur një kostum të errët elegant, një këmishë të bardhë dhe një kravatë blu. Flokët e tij kafe të shkurtër ishin krehur me kujdes dhe fytyra e tij kishte një shprehje të ngrohtë dhe miqësore. "Arben", tha Klaus, duke hapur krahët dhe duke ardhur rreth tavolinës. Ai e përqafoi Arbenin me forcë, duke rrahur left në shpinë. "Jam kaq i lumtur që erdhe." "Faleminderit që më ftove", tha Arbeni duke u ndjer paksa i sikletosur në kostumin e tij të vjetër që mbante për raste të veçanta. "Ulje lutem", tha Klaus duke treguar një karrige të rehatshme lukure para tavolinës. Arbeni ul dhe Klaus u kthye në karrigen e tij. "Dua të filloj duke të falenderuar sërish", tha Klaus duke e shikuar Arbenin drejt në sy. "Çfarë bëre për Maxin, për familjen time, nuk ka fjalë që mund ta shprehin. Ti je një heroj vërtet, Arben." Arben shtuej kokën. "Unë nuk jam hero", tha ai me thjeshtësi. "Unë bëra atë që çdo njeri do të bënte." "Jo", tha Klaus me tone të vendosur. "Jo çdo njeri. Shumë njerëz do të kishin frikë, do të kishin nguruar, do të kishin menduar për sigurinë e tyre, por ti nuk nguruave. Ti u hodhe në ujë, pa menduar. Dhe për këtë, unë dhe gruaja ime do të jemi përgjithmonë mirënjohës." Kishte një pauzë të shkurtër, dhe pastaj Klaus vazhdoi. "Arben, unë dua të bëj diçka për ty. Dua të të ndihmoj. Dhe ju lutem, mos u ndjes sikur po kërkoj vetëm të shpërblej. Kjo është më shumë se një shpërblim. Kjo është mirënjohje e vërtet dhe një dëshirë për të bërë gjën e duhur." Arben dëgjonte me vëmendje, por nuk ishte i sigurt se ku po shkonte kjo bisedë. "Trego më shumë për veten", tha Klaus, duke u mbështetur në karrigen e tij. "Nga je? Si erdhe në Zvicër? Çfarë punon?" Arben filloi të tregonte historinë e tij. Fshati në Shqipëri, familjen e varfër, vdekjen e babait, vendimin për të ardhur në Zvicër për të punuar dhe për të ndihmuar familjen. Ai tregoi për punën e tij në ndërtim, për dhomën e vogël që ndante me 2 persona të tjerë, për kursimet që dërgonte çdo muaj në shtëpi. Klaus e dëgjoi me vëmendje, pa i ndërprer asnjëherë. Kur Arbeni mbaroi, Klaus u mbështet prapa në karrige dhe mbajti duart së bashku. "Arben", tha ai ngadalë, "ti je një burr i ndershëm, i punës, që lufton për familjen e tij, dhe unë e respektoj thellësisht këtë. Por unë gjithashtu besoj se ti meriton më shumë se sa ke tani." Ai hapi një sirtar nga tavolina dhe nxori një zarf të bardhë. Brenda këtij zarfi ka 15.000 franga zvicerane. "Dua që ti t'i marrësh këto para." Arbeni ngriu. 15.000 franga? Kjo ishte më shumë se sa ai fitonte në një vit të plot. "Jo", tha ai shpejt, duke tundur kokën. "Unë nuk mund t'i marr, ishte shumë." "Arben", tha Klaus me zë të butë, por të vendosur. "Jo, nuk është shumë. Nëse unë të kisha humbur Maxin atë ditë, asnjë shumë parash në botë nuk do të mund të më kthente atë që kam humbur. Jeta e djalit tim nuk ka çmim. Por këto para janë një gjest i vogël, një mënyrë për t'u treguar ty dhe familjes sate se kujdesi dhe sakrifica që ti bëre nuk shkojnë të harruara." Arben ndiu një ny në fyt. Ai e shikoi zarfin në tavolinë dhe pastaj Klausin. Unë nuk e di çfarë të them", tha ai, zëri i tij fyeshëm. "Nuk ka nevojë të thuash asgjë", tha Klaus duke buzë qeshur. "Thjesht merre dhe përdore për gjën që është më e rëndësishme për ty, për familjen tënde." Pas një pauze të gjatë, Arben shtriu dorën dhe mori zarfin. Ai ndjeu peshën e tij, jo vetëm peshën fizike të parave, por peshën e mirënjohjes, të dashurisë së një babai për fëmijën e tij. "Faleminderit", tha Arben me zë të ulët. "Faleminderit shumë." "Ka ende diçka tjetër", tha Klaus duke u mbështetur përpara. "Unë kam flasur me disa kolegë dhe miq. Kam kontakte të mira në Zvicër dhe Gjermani dhe unë dua të ndihmoj të gjesh një punë më të mirë, një punë ku të mos punosh në kushte kaq të vështira, një punë me pagjesë më të mirë dhe me mundësi për të avancuar." Arben e shikoi me sy të hapur, "Por unë kam vetëm punuar në ndërtim", tha ai. "Nuk kam arsim të lartë. Gjermanishtën time nuk është e mirë." "Gjuha mund të mësohet", tha Klaus me bindje.
Dhe përvojën mund të fitohet, por çfarë nuk mund të mësohet është integriteti, guximi dhe shpirti i mirë. Dhe ti ke të cilësi Arben. Unë e di. Klaus hapi një dosje në tavolinë dhe nxori disa letra. Kam kontaktuar një kompani ndërtimi të madhe në Konstanc, tha ai. Ata kanë nevojë për një mbikëqyrës kantieri, dikush i njeh punën, por që gjithashtu mund të menaxhojë ekipe dhe të koordinojë projektet. Paga është 2 fishi asoj që fiton tani dhe ka benefite të tjera, siguracion shëndetësor, ditë pushimi të paguara, trajnim profesional. Arben nuk mund të besonte atë që po dëgjonte. Por un kam vetëm punuar në ndërtim, tha ai. Nuk kam arsim të lartë, gjermanishtën time nuk është e mirë. Gjuha mund të mësohet, tha Klaus me bindje, dhe përvojën mund të fitohet, por çfarë nuk mund të mësohet është integriteti, guximi dhe shpirti i mirë. Dhe ti e ke këto cilësi Arben, unë e di. Klaus hapi një dosje në tavolinë dhe nxori disa letra. Kam kontaktuar një kompani ndërtimi të madhe në Konstanc, tha ai. Ata kanë nevojë për një mbikëqyrës kantieri, dikush që njeh punën, por që gjithashtu mund të menaxhojë ekipe dhe të koordinojë projektet. Paga është 2 fishi asaj që fiton tani dhe ka benefite të tjera, siguracion shëndetësor, ditë pushimi të paguara, trajnim profesional. Arben nuk mund të besonte atë që po dëgjonte. Por un kam vetëm punuar në ndërtim, tha ai. Nuk kam arsim të lartë, gjermanishtën time nuk është e mirë. Atëherë mos thuaj asgjë, tha Klaus me butësi. Thjesht prano dhe lejo që jeta jote të ndryshojë. Ti e meriton, Arben. Javët e ardhshme ishin së një ëndër për Arbenin. Ai shkoi në intervistën e punës dhe u prit me ngrohtësi nga menaxheri i kompanisë ndërtimore, një burr i moshuar me mjekër të bardhë dhe sy të mençur. Klaus kishte shkruar një letër rekomendimi për të, dhe kjo kishte peshë të madhe. Ne duam njerëz të tillë si ti këtu, kishte thënë menaxheri gjatë intervistës. Njerëz që nuk friksohen nga puna e vështirë, por që gjithashtu kanë zemër. Arbeni filloi punën e re në fillim të gushtit. Roli i tij si mbikëqyrës kantieri ishte sfiduese. Ai duhej të menaxhonte ekipe prej 10 punëtorësh, të sigurohej që materialet ishin në vend në kohën e duhur, të komunikonte me arkitekt dhe inxhinier. Gjuha ishte ende një sfidë, por ai regjistroi në një kurs intensiv gjermanishtën në mbrëmje dhe e përmirësoi me shpejtësi. Paga e re i lejoi të lëvizte nga dhoma e vogël dhe të merrte me qira një apartament të vogël për vete. Një vend me një dhomë gjumi, një kuzhinë të vogël dhe një balkon që shikonte një park. Ishte i thjeshtë, por ishte i tij. Dhe për herë të parë prej shumë kohësh, Arbeni ndjeu se po ndërtonte diçka më shumë se thjesht një jetesë. Ai po ndërtonte një jetë. Ai gjithashtu filloi të dërgonte më shumë para në shtëpi. Nëna e tij qau kur ai i tregoi për ndryshimet në jetën e tij. Zoti të bekoft bir, kishte thënë ajo në telefon, zëri i saj i trembur nga emocionet. Zoti të bekoft për gjithçka që ke bërë për ne. Dhe bekoi atë familje gjermane që të ndihmoi. Arbeni u mbajt në kontakt me Klaus dhe familjen e tij. Në shtator, ata e ftuan për darkë në shtëpinë e tyre, një vilë e madhe e bardhë në një lagje të qetë pranë liçenit. Kur Arbeni arriti, Max vrapoi drejt tij dhe e përqafoi me forcë. "Arben", thiri djali me gëzim. "Ti erdhe?" Arbeni ngri djalin në krah dhe e rrotulloi dhe Max sqashi me zë të lartë. Nëna e Maxit, Ana, erdhi nga dera me një buzëqeshje të ngrohtë dhe sy të shtira. "Mirë se erdhe në shtëpinë tonë, Arben", tha ajo duke e përqafuar. "Ti do të jesh gjithmonë mik i familjes son." Gjatë darkës ata ulën rreth një tavoline të madhe të stolisur me ushqime të shijshme, mish të pjekur, patate, sallat, bukë të freskët dhe verë kuqe. Arbeni nuk ishte mësuar me kaq shumë ushqim, me kaq shumë ngrohtësi, por ai ndjeu se ishte në shtëpinë e tij, midis njerëzve që vërtet kujdesen për të. "Arben", tha Klaus duke ngritur gotën e verës, "dua të bëj një dolli. Për ty, për guximin, për mirësinë dhe për shpirtin që na mësove neve të gjithëve se çfarë do të thotë të jesh vërtet human." Të gjithë ngritën gotat e tyre, dhe Arbeni ndjeu sërish atë ngrohtësinë e krahoran. Por kësaj here ishte diçka më e thellë, një ndjenjë lidhje, një ndjenjë se jeta e tij kishte ndryshuar përgjithmonë për shkak të një akti guximi në një moment kritik. "Faleminderit", tha Arbeni thjesht, duke ulur gotën. "Por unë jam ai që duhet ju falenderoj. Ju më keni dhënë një mundësi të re. Ju më keni treguar se bota mund të jetë e mirë." Ata hëngrën, qeshën dhe ndan histori deri vonë në natë. Maxi tregoi Arbenit për shkollën e tij, për shokët e tij, për librat që po lexonte. Arbeni dëgjonte me vëmendje, duke buzëqeshur ndërsa shihte një djalë të vogël kaq plot jetë dhe energji. Ishte e vështirë të besonte se vetëm disa muaj më parë, ky fëmijë kishte qenë në prag të vdekjes. Kur koha erdhi për të shkuar, Klaus e shoqëroi Arbenin deri te dera.
Ka një gjë tjetër që dua të them, tha Klaus, duke vendosur një dorë në supin e Arbenit. Nëse ndonjëherë ke nevojë për ndihmë, për çfarëdo gjëje, mos hezito të më telefonosh. Ti je pjesë e familjes son tani, Arben, dhe ne kujdesemi për familjen tonë. Arbeni shtrëngoi dorën e Klausit me forcë. Faleminderit, Klaus, tha ai me zemër. Do ta mbaj mend gjithmonë. Viti kaloi me shpejtësi. Arbeni vazhdoi të përparonte në punën e tij, duke fituar respektin e kolegëve dhe menaxherëve. Ai mësoi gjermanishten me një niveli që i lejonte të komunikonte lirshëm dhe filloi të merrte përgjegjësi më të mëdha në projekte të ndryshme ndërtimi. Jeta e tij ishte më e qëndrueshme se kurrë, dhe ai ndjehu se po ndërtonte një të ardhme të fortë. Por jeta ka një mënyrë për të na kujtuar se asgjë nuk është e garantuar. Një mbrëmje të ftohtë dhjetori, ndërsa Arbeni po kthehej nga puna, telefoni i tij ra. Ishte motra e tij e vogël, Lera, nga Shqipëria. Zëri i saj në telefon ishte i thyer, plot panik. Arben, tha ajo me slotësh. Është mama. Ajo urzua dhe goditi kokën. Ajo është në spital tani. Doktorët thonë se ka nevojë për një operacion, por ne nuk I kemi para, Arben. Spitali kërkon pagesë përpara se të fillojnë. Zemra e Arbenit u ngroh. Nëna e tij, gruaja që kishte punuar gjithë jetën për të, që kishte bërë çdo sakrificë për fëmijët e saj. Sa para kërkojnë? Pyeti ai, duke u përpjekur të mbante qetësinë. 5.000 euro, tha Era, zëri I saj I dridher. Ne nuk I kemi, Arben, dhe nuk dim çfarë të bëjmë. Arbeni mendoi shpejt. Ai kishte kursyer para nga puna e re, por jo aq shumë, dhe paratë që Klaus I kishte dhënë ai kishte përdorur për të paguar qiran, për të blerë mobilje për apartamentin, për të dërguar në shtëpi. Por ai nuk mund të linte nënën e tij pa ndihmë. Dëgjoj më mirë, Era, tha ai me zë të vendosur. Unë do të gjej paratë, mos u shqetëso. Thjesht sigurohu që mama të jetë e qetë dhe të dije se unë po marr masa. Kur mbyllë telefonin, Arbeni u ul në sofan e vogël të dhomës së tij dhe mbajti kokën në duar. Si do të gjente 5.000 euro në një kohë kaq të shkurtër? Ai mund të merrte një kredi nga banka, por procesi do të merrte ditë dhe nëna e tij nuk kishte kohë. Dhe pastaj, një mendim I erdhi në mendje. Klaus. Por ai nuk donte të shqetësonte Klausin. Ai nuk donte të dukej sikur po keq përdorte mirësinë e tij. Por kjo ishte për nënën e tij. Kjo ishte një çështje jete ose vdekjeje. Arben mori telefonin dhe telefonoi numrin e Klausit. Ishte tashmë vonë, por Klausi u përgjigj pas vetëm disa tingujve. Arben, çfarë ndodhi? A je mirë? Pyeti Klaus, zëri I tij I shqetësuar. Klaus, më fal që të shqetësoj kaq vonë, tha Arben, duke u përpjekur të mos e tregoj panikun në zërin e tij. Kam një problem. Nëna ime është në spital në Shqipëri. Ajo ka nevojë për një operacion urgjent dhe spitali kërkon pagesë në avans. 5.000 euro. Unë nuk I kam paratë tani dhe nuk di se tek kush tjetër të kërkoj ndihmë. Ka një pauzë për disa sekonda. Dhe pastaj Klaus foli me një ton të qetë dhe të vendosur. Arben, mos u shqetëso për asgjë. Unë do të transferoj paratë nesër në mëngjes. Jepja detajet të llogarisë së spitalit dhe unë do të sigurohem që gjithçka të paguhet. Arben ndjeu një lehtësim kaq të madh sa gati duhet të qante. Klaus, unë nuk di si të falenderoj, tha ai me zë të thyer. Ti nuk ke nevojë të më falenderosh, tha Klaus. Kjo është çfarë bëjnë miqt, Arben, dhe ti je më shumë se një mik për mua. Ti je si një vëlla për mua. Arbeni mbylli sytë dhe la që lotët të rridhnin. Pas kaq shumë vjetësh duke luftuar vetëm, pas kaq shumë sakrificash, ai përfundimisht kishte gjetur dikë që vërtet kujdesej për të. Faleminderit Klaus, tha ai me zemër. Faleminderit nga zemra. Operacioni I nënës Arbenit ishte I suksesshëm. Klaus jo vetëm që pagoi për operacionin, por gjithashtu siguroi që ajo të trajtohej në njërin nga spitalet më të mira private në Tiranë. Arben fluturoi në Shqipëri për ta vizituar pas një jave dhe kur e pa nënën e tij në shtrat, të qeshur dhe fort, ai e përqafoi dhe qau mbi supin e saj. Ti më shpëtove jetën, bir, tha ajo duke I fshirë lotët me dorë. Ti dhe miqtë tu të mirë. Jo nën,
tha Arbeni, duke e shikuar në sy. Ishte miku im Klaus që të shpëtoi jetën, dhe gjithçka filloi sepse unë shpëtova djalin e tij. Jeta ka një mënyrë të çuditshme për të na kthyer atë që japim. Nëna e tij buzëqeshi dhe e mbajti fytyrin e tij në duar. Atëherë, ti ke dhënë shumë dashuri, Arben, tha ajo me butësi. Dhe tani, po e merr atë pas. Kjo është drejtësia e Zotit. Kur Arbeni u kthye në Zvicë, diçka në të kishte ndryshuar. Ai nuk ishte më djali i ri që kishte ardhur 5 vjet më parë me një çantë në shpinë dhe frikë në zemër. Ai ishte një burr i pjekur, me përvoja, me lidhja, me një shpirt që t'ishte mësuar se mirësia dhe guximi ishin gjua universale që te kalonte çdo kufier. Një ditë në shkurt, Klaus e ftoi Arbenin për kafe në një lokal të vogël në qendër të qytetit. Ishte një ditë e ftohtë, por dielli po shkëlqente dhe ajri kishte atë erë të freskët të pastrimit që vinte pas një nate shiu. Arben, tha Klaus pasi ata porositën kafet e tyre, kam diçka që dua të bisedoj me ty. Arbeni e shikoi me vëmendje. Kishte diçka në tonin e Klausit që sugjeronte se kjo nuk ishte thjesht një takim rastor. Çfarë është? Pyeti Arbeni. Klaus mori një gëllënj kafe dhe pastaj u mbështet prapa në karrige. Unë kam menduar shumë për ty kohët e fundit, tha ai. Për historinë tënde, për rrugëtimin tënd, për gjithçka që ke arritur. Dhe unë mendoj se ti ke potencial të madh, Arben, potencial që mund të zhvillohet edhe më shumë. Arbeni dëgjonte me kureshtje. Dua të propozoj diçka, vazhdoi Klaus. Kompania ime ka vendosur të hap një departament të ri që merret me çështje ligjore për punëtorët e huaj në Zvicër dhe Gjermani. Ka shumë njerëz si ti që vijnë këtu për të punuar, por nuk dinë të drejtat e tyre, nuk dinë si të lundrojnë në sistemi ligjor, nuk dinë se ku të kërkojnë ndihmë kur përballen probleme. Klaus u përkul përpara duke e shikuar Arbenin me shprehje serioze. Unë dua që ti të bëhesh koordinator i këtij departamenti, tha ai. Ti do të punosh në zyrën tonë, do të trajnohesh në çështje ligjore bazike dhe do të ndihmosh njerëzit që kanë nevojë. Ti e di se si është të jesh imigrant, ti e di se çfarë sfidash hasin këta njerëz, dhe kjo të bën personin e përsosur për këtë rol. Arbeni ishte i shtangur. Ai të punonte në një zyrë avokatie, të ndihmonte njerëzit me çështje ligjore, por Klaus, tha ai me një zë dyshues, unë nuk kam studiuar ligj. Unë jam thjesht një punëtor ndërtimi. Ti je më shumë se një punëtor ndërtimi, tha ai me vendosmëri. Ti ke diçka që nuk mund të mësohet në universitete. Empati, përvojë të vërtet dhe një zemër që kujdeset për të tjerët. Trajnimi ligjor mund të merret, por cilësitë që ti ke janë të lindura. Arbeni ndjeu një nxehtësi që po i përshapej në gjoks. Ky propozim ishte më shumë se një ofertë pune. Ishte një mundësi për të ndryshuar jo vetëm jetën e tij, por edhe jetën e njerëzve që luftonin ashtu si ai kishte luftuar. Do të kem nevojë për kohë për të menduar, tha Arbeni ngagal. Natyrisht, tha Klaus, duke buzëqeshur. Merr kohën që të nevojitet, por e di që ti je personi i duhur për këtë, Arben, dhe unë jam i sigurt se ti do të bësh gjëra të mëdha. Atë natë, Arbeni nuk mund të flinte. Ai qëndroi në balkonin e vogël të apartamentit të tij, duke shikuar ndriçimin e qytetit dhe duke menduar për të gjitha që kishin ndodhur në jetën e tij që prej asaj dite në liçen. Një akt i thjesht guximi kishte ndryshuar gjithçka. Ai kishte shpëtuar një fëmijë dhe përpasoj, jeta e tij ishte transformuar në mënyra që ai nuk do të kishte imagjinuar kurrë. Ai mendoi për nënën e tij, duke pushuar tani në shtëpinë e tyre të vogël në Shqipëri. Ai mendoi për motrën e tij, që tani po studionte në universitet fal parave që ai dërgonte. Ai mendoi për Klaus, për Ana, për Max, familja që e kishte mirëpritur sikur të ishte gjaku i tyre. Dhe ai mendoi për të gjithë njerëzit si ai. Njerëzit që vinin në vende të reja me shpresë në zemër dhe punë të rëndë në dorë, duke kërkuar një jetë më të mirë për veten dhe familjet e tyre. Arbeni mori vendimin e tij. Ai do të pranonte ofertën e Klausit, jo vetëm për veten, por për të gjithë ata që kishin nevojë për një zë
për një ndihmë, për një shans. Muajt e ardhshëm ishin të mbushur me ndryshime dhe sfida të reja. Arbeni filloi punën e tij në zyrën e Klausit në prill dhe filloi trajnimin e tij intensiv. Ai mësoi për ligjet e punësimit në Zvicër, për të drejtat e punëtorëve, për procesin e aplikimit për leje qëndrimi, për të drejtat në rast dëmtimi në punë apo keqtrajtimi nga punëdhënësit. Ishte shumë informacion për të përthithur dhe ndonjëherë Arbeni ndjeu se koka e tij do të shpërthej nga lodhja. Por çdo herë që ndjehej i mërzitur, ai kujtonte pse po e bënte këtë. Ai kujtonte veten 5 vjet më parë, të humbur, të friksuar, pa ditur se ku të kërkonte ndihmë. Dhe ai dinte se kishte mijëra të tjerë si ai që kishin nevojë për dikë që të fliste gjuhën e tyre, që të kuptonte situatën e tyre. Pas 3 muajsh trajnimi, departamenti i ri u hap zyrtarisht. Ishte një zyrë e vogël në katin e dytë të ndërtesës, me 2 tavolina, një bibliotekë me libra ligjor dhe postera në mur që shpjegonin të drejtat e punëtorëve në gjuhë të ndryshme: gjermanisht, anglisht, shqip, turqisht, portugalisht, spanjisht. Arbeni ishte koordinatori i vetë në fillim, por Klaus i premtoi se nëse departamenti kishte sukses, ata do të merrnin më shumë staf. Javën e parë, Arbeni pati vetëm 2 vizitorë, një burr nga Turqia që kishte probleme me pagën e tij dhe një grua nga Rumania që kishte nevojë për ndihmë me lejen e saj të qëndrimit. Arbeni i dëgjoi me vëmendje, mori shënime dhe u premtoi se do të bënte gjithçka që ishte në mundësitë e tij për t'i ndihmuar. Dikush fliste gjuhën e tyre, ose të paktën e kuptonte situatën e tyre ku nuk do të gjykoheshin apo injorohen. Arbeni punoi orë të gjata, ndonjëherë deri vonë në natë, por ai nuk u ankua. Çdo njeri që vinte në zyrën e tij kishte një histori luftimi, sakrifice, shprese. Dhe Arbeni ndjeu se ishte privilegji i tij të ishte në gjendje t'i ndihmonte. Një ditë, një burr i ri shqiptar erdhi në zyrë. Ai ishte rreth 25 vjeç, me fytyrë të lodhur dhe sy plot shqetësim. "Unë jam Bekim", tha ai në zë të ulët. "Unë kam ardhur nga Kosova 3 muaj më parë për të punuar në një restorant. Por pronari nuk më paguan. Ai thot se unë nuk kam leje pune, kështu që ai nuk ka asnjë detyrim. Unë kam punuar 6 ditë në javë, 12 orë në ditë, dhe nuk kam marrë asnjë cent." Arbeni dëgjoi me vëmendje, zemra e tij duke u mbushur me zemërim dhe dëmshuri. Ai e njihte këtë histori. Ai kishte dëgjuar të ngjashme prej shumë emigrantëve që ishin shfrytëzuar nga punëdhënës të pandërgjegjshëm. "Bekim", tha Arbeni me zë të qetë por të vendosur. "Ajo që të kam bërë ty është e paligjshme. Edhe nëse ti nuk ke leje pune, pronari i restorantit ka detyrim ligjor për të paguar për punën që ke bërë, dhe ne do të sigurohemi që ai të marrë atë që të takon." Arbeni mori informacionin e Bekimit dhe kontaktoi pronarin e restorantit me një letër zyrtare nga zyra e Klausit. Letra shpjegoi ligjet dhe kërcënoi me veprim ligjor nëse paga nuk paguhej menjëherë. Brenda një jave, Bekim u pagua në tërësi. Kur ai u kthye në zyrë për të falenderuar Arbenin, ai kishte lot në sy. "Ti më shpëtove", tha Bekim, duke i shtrënguar duart Arbenit. "Unë nuk e di çfarë do të bëja pa ty." "Ti nuk ke nevojë të më falenderosh", tha Arbeni, duke buzëqeshur. "Ne jemi një komunitet, ne duhet të kujdesemi për njëri tjetrin." Viti kaloi dhe departamenti i Arbenit u bë një sukses i madh. Ata kishin ndihmuar qindra njerëz, me çështje pune, me leje qëndrimi, me probleme familjare, me çështje diskriminimi. Klausi ishte i kënaqur dhe krenar, dhe ai shpesh i tregonte të tjerëve se si Arbeni po bënte një ndryshim real në jetën e njerëzve. Njëra ditë, në qershor, një vit i plot pas shpëtimit të Maksit, Klausi organizoi një festë në shtëpinë e tij. Ishte një festë e vogël, vetëm familja e Klausit, Arbeni dhe disa kolegë nga zyra. Por kishte një surprizë të veçantë. Kur Arbeni arriti, ai u prit në derë nga Maksi, që tani ishte rritur dhe dukej më i fortë dhe më i lumtur se kurrë. "Arben", thiri djali, duke e përqafuar. "Kam diçka të veçantë për ty." Max e mori Arbenin për dore dhe e çoi në oborrin e pasëm të shtëpisë. Atje
kishte një tavolinë të stolisur me lule dhe ushqime, dhe në qendër të saj ishte një album fotografish i madh. Babi dhe mama bën këtë për ty, tha Max duke hapur albumin. Arbeni e mori albumin dhe filloi të shikojë. Në të ishin fotografi të Maxit që nga dita e liçenit, fotografi të tij në spital, në shtëpi duke luajtur, në shkollë, në pushime me familjen, dhe në çdo faqe kishte një shënim të shkruar nga Klaus dhe Ana. Falteje, ne kemi këto momente. Falteje, Max po rrjetet i lumtur dhe i shëndetshëm. Falteje, jeta jonë është e plot. Arbeni ndjeu lot duke i mbushur syt. Ai shikoi Maxin, pastaj Klausin dhe Anën që po afroheshin. Ju nuk keni nevojë të bëni këtë, tha Arbeni me zë të thyer. Po, kemi nevojë, tha Ana duke ia përqafuar. Sepse ti na dhe gjën më të çmuar në botë, fëmijën ton, dhe ne nuk do ta harrojmë kurrë. Ata ulën së bashku, hëngrën dhe ndan histori. Maxi tregoi Arbenit se kishte filluar mësimet e notit dhe se tani ishte një notues i mirë. Unë nuk kam frikë më, tha djali me krenari, sepse e di që dikush gjithmonë do t'i ishte atje për të më shpëtuar. Arbeni buzëqeshi dhe shqengosi flokët e djalit. Por tani ti dit notosh mirë, tha ai, kështu që ti mund të jesh ai që shpëton dikë tjetër një ditë. Max u mendua për një moment, pastaj buzëqeshi me gjerësi. Po, tha ai me vendosmëri. Unë do të bëj atë që ti bëre, unë do të ndihmoj njerëzit. Në fund të verës, Arbeni mori një telefonat të papritur. Ishte nga një gazetari një stacioni televiziv lokal në Gjermani. Zoti Krasniqi, tha gazetarja, një grua e re me zë entuziast. Unë jam duke përgatitur një raportim për histori frymëzuese të emigrantëve në Gjermani dhe Zvicër. Kam dëgjuar për historinë tuaj, se si shpëtuat e një fëmijë në Bodense, dhe se si tani jeni duke ndihmuar qindra persona të tjerë. Do të na jepnit një intervistë? Arbeni hezitoi. Ai nuk kishte dashur kurrë vëmendje publike, por pastaj ai mendoi, ndoshta historia e tij mund të frymëzonte të tjerët. Ndoshta mund t'u tregonte njerëzve se bamirësia dhe guximi nuk njihnin kufi apo kompsi. Në rregull, tha ai përfundimisht. Unë do të bëj një intervistë. Javën e ardhshme ekipi i televizionit erdhi në zyrën e Arbenit dhe në blegdetin e liçenit ku kishte ndodhur shpëtimi. Ata filmuan Arbenin duke treguar historinë e tij, duke treguar vendin ku kishte shpëtuar Maxin, duke shpjeguar punën që tani po bënte për të ndihmuar emigrantët. Klaus dhe familja e tij gjithashtu e intervistuan, dhe Max, tani 9 vjeç, ul para kamerës dhe tha me zë të qartë: Arbeni është heroi im, ai më shpëtoi jetën, dhe tani ai po shpëton jetën e njerëzve të tjerë çdo ditë. Kur reportazhi u transmetua në televizion një muaj më vonë, reagimi ishte mbytës. Njerëzit nga gjithë Zvicra dhe Gjermania filluan të dërgonin mesazhe mbështetjeje, emailë falënderimi dhe madje donacione për departamentin e Arbenit. Një grua e moshuar nga Berlini shkroi: Historia juaj më bëri të qaj. Ju jeni shembull i asaj që do të thotë jesh qenie njerëzore e vërtet. Zoti ju bekoft. Një burr nga Cyriu shkroi: Faleminderit që po ndihmoni njerëzit tan. Emigrantët janë pjesë e shoqërisë sonë dhe ne duhet i trajtojmë me dinjitet dhe respekt. Ju po bëni saktësisht atë. Dhe një vajzë e re nga Kosova shkroi: Unë erdha në Zvicër me familjen time 3 vjet më parë. Jeta ka qenë e vështirë, por historia juaj më ka dhënë shpresë. Ju keni treguar se ëndrat mund të realizohen nëse punon fort dhe nëse mbron vlerat e tua. Arbeni lexoi çdo mesazh me kujdes, zemra e tij duke u mbushur me mirënjohje dhe përgjegjësi. Ai e kuptonte tani se historia e tij nuk ishte vetëm e tija, ishte një histori për çdo emigrant, për çdo njeri që kishte lënë shtëpinë për të kërkuar një jetë më të mirë. Në dhjetor, 2 vjet pas shpëtimit të Maxit, Arbeni vendosi të vizitonte Shqipërinë për festat e fundvitit. Ai nuk ishte qenë atje që prej vizitës së shkurtër gjatë operacionit të nënës së tij, dhe ai ndjeu një dëshirë të fortë për t'u kthyer në vendlindje, për të parë familjen, për të ecur në rrugët ku kishte rritur. Kur avioni ul në Tiranë, Arbeni ndjeu një kombinim emocionesh, gëzim, nostalgji dhe një ndjenjë e çuditshme sikur ishte 2 vende në të njëjtën kohë. Ai ishte shqiptar, por ai jetonte në Zvicër. Ai fliste shqip, por tani gjithashtu fliste gjermanisht. Ai e donte vendin e tij, por ai kishte gjetur një shtëpi të dytë në një vend të huaj.
Nëna e tij e priti në aeroport me një përqakim kaq të fortë sa Arbeni mezi mundi të merrte frymë. Biri im, tha ajo me slotësh, ti erdhe, ti përfundimisht erdhe. Ata shkuan në shtëpinë e vogël ku Arbeni ishte rritur, një shtëpi me 2 dhoma në skajin e fshatit, me u bor të vogël dhe një pemë fiku të vjetër që kishte qenë atje që sa Arbeni kujtonte. Gjatë ditëve të ardhshme, Arbeni vizitoi vendet e fëmijërisë së tij. Shkollën ku kishte mësuar, fushën ku kishte luajtur futboll, rrugët ku kishte vrapuar me shokët e tij. Shumë gjëra kishin ndryshuar. Rrugë të reja ishin ndërtuar, shtëpi të reja kishin dalë, disa prej shokëve të tij të vjetër kishin emigruar, të tjerë ishin martuar dhe kishin fëmijë. Por diçka ishte ende e njëjtë. Ngrohtësia e njerëzve, buzëqeshjet e tyre, mënyra se si të prisnin me krah të hapur. Një mbrëmje, ndërsa ishte ulur me nënën edhe motrën e tij në kuzhinë, nëna e tij i tha: "Arben, unë jam kaq krenare për ty, ti shkove larg, punose fort dhe tani po ndihmon njerëzit. Ti je bërë dikush i madh." Arbeni buzëqeshi dhe mbajti dorën e nënës së tij. "Unë nuk jam dikush i madh, nën," thaj me butësi. "Unë jam thjesht dikush që përpiqet të bëj gjën e duhur, ashtu siç ti më mësove." Motra e tij, Era, që tani po studionte mjeksi në Tiranë, e shikoi me admirim. "Ti je shembull për mua," tha ajo, "ti më ke treguar se edhe kur jeta është e vështirë, ne mund të gjejmë një mënyrë për të ecur përpara." Arbeni ndjeu një ngrohtësi në krahëror. Ai e kuptoi se çdo sakrificë që kishte bërë, çdo ditë pune të rëndë, çdo natë vetmie, çdo moment dyshimi kishte pasur vlerë, sepse ai nuk kishte ndryshuar vetëm jetën e tij, ai kishte ndryshuar jetën e familjes së tij. Në vitin e 3 pas shpëtimit, gjërat vazhduan të përmirësoheshin për Arbenin. Departamenti i tij ishte zgjeruar. Tani kishin 3 staf të tjerë, një linjë hotline telefonike dhe madje një website ku emigrantët mund të gjenin informacion të dobishëm në gjuhët e tyre. Një ditë pranvere, ndërsa Arbeni po punonte në zyrën e tij, recepcionistja thirri për t'i thorë se kishte një vizitor. "Ai tha se emri i tij është Bekim," tha ajo. "Ai thot se ju e njihni." Arbeni buzëqeshi. "Bekim? Burri i ri nga Kosova që ai kishte ndihmuar 3 vjet më parë me problemin e pagave?" "Tuhi të vi," tha Arbeni. Bekimi hyri në zyrë, por ai nuk ishte vetëm. Pranë tij ishte një grua e re me fëmijë të vogël në krah dhe një burr tjetër i ri që Arbeni nuk e njihte. "Arben," tha Bekim me një buzëqeshje të gjerë, "dua të prezantoj familjen time. Kjo është gruaja ime, Drita, dhe djali ynë, Luan. Dhe ky është vllai im, Driton, që sapo erdhi nga Kosova." Arbeni u ngrit dhe i përshëndeti të gjithë me ngrohtësi. "Jam i lumtur të ju shoh," tha ai. "Si jeni?" "Shumë mirë," tha Bekim. "Fal ndihmës tënde, unë tani kam një punë të mirë në një kompani ndërtimi. Unë kam marrë lejen time të qëndrimit dhe jeta jonë është shumë e mirë. Ne u martuam vitin e kaluar dhe tani kemi këtë djalë të vogël." Arbeni shikoi fëmijën, një djalë rreth 1 vjeç, me sy të mëdhenj kafe dhe një buzëqeshje të vogël. "Ai është i bukur," tha Arben me sinqeritet. "Ne e quajtëm Arben," tha Drita me një zë të butë. Arbeni ngriu. Ai e shikoi Bekimin, pastaj Dritën, pastaj fëmijën. Ju e quajtët mua," tha ai, zëri i tij i thyeshëm. "Po," tha Bekim duke vendosur një dorë në supin e Arbenit, "sepse ti na dhe një fillim të ri, ti na dhe shpresë, dhe ne duam që djali ynë të rritet duke ditur se ekzistojnë njerëz të mirë si ti në botë." Arbeni ndjeu lot duke i mbushur syt. Ai nuk mund të fliste. Ai thjesht e përqafoi Bekimin, pastaj Dritën dhe pastaj mbajti fëmijën e vogël në krah. "Faleminderit," përshpëriti ai. "Faleminderit që më dhate këtë nder." Në qershor të vitit të 4 pas shpëtimit, Klaus organizoi një festë më të madhe në shtëpinë e tij. Kësaj here nuk ishte vetëm një festë familjare. Ishte një festë për të gjithë ata që jetat e tyre ishin prekur nga Arbeni. Njerëzit që ai kishte ndihmuar, kolegët e tij nga zyra, miq që kishte bërë gjatë viteve. Kishte rreth 50 persona në obor, familje të ndryshme, fëmijë që luanin, njerëz që qeshën dhe hangrën së bashku. Ishte një mozaik i kulturave dhe gjuhëve, shqiptare, gjermane, turke, arabe, spanjolle, portugeze. Por të gjithë ishin aty për të njëjtën arsye, për të festuar Arbenin. Klaus mori fjalën dhe thirri vëmendjen e të gjithëve. "Shokët e mi të dashur," filloi ai. "Ne jemi mbledhur këtu sot për të festuar diçka të veçantë. 4 vjet më parë, në një ditë pranvere në Bodanze,
Një burr i ri shqiptar shpëtoi jetën e djalit tim. Ai nuk e njihte ne. Ai nuk kishte asnjë arsye për ta bërë atë, përveç se ishte gjëja e duhur për t'u bërë. Klaus bëri një pauzë dhe shikoi Arbenin që ishte ulur pranë Maxit. Që atëherë, Arben nuk ka ndaluar së ndihmuari njerëzit. Ai ka ndryshuar jetën e qindra personave, duke u dhënë atyre një zë, një mundësi, një shpresë. Dhe për këtë, ne të gjithë jemi përgjithmonë mirënjohës. Të gjithë duar trokiten me forcë. Arben djeu faqet e tij të nxeheshin, por ai buzëqeshi dhe u ngrit. Faleminderit Klaus, tha ai, zëri i tij i mbushur me emocion. Por kjo nuk është vetëm historia ime. Kjo është historia e të gjithëve të këtu. Secili nga ju ka një histori guximi, sakrifica dhe shpresë. Unë jam thjesht i lumtur që kam mundur të jem pjesë e kësaj historie. Ai shikoi njerëzit rreth tij. Bekim me familjen e tij, Petra, gazetarja që kishte treguar historinë e tij, kolegët e tij nga zyra, fqinjët që kishin ardhur për të festuar. Jeta më ka mësuar diçka të rëndësishme, vazhdoi Arbeni. Nuk ka rëndësi se nga vjen, çfarë gjuhë flet apo çfarë besimi ke. Në fund të ditës ne të gjithë jemi qenie njerëzore që kërkojmë të njëjtën gjë: dashuri, respekt dhe mundësi për një jetë më të mirë. Dhe nëse ne mund të ndihmojmë njëri tjetrin në këtë rrugtim, atëherë ne po bëjmë botën një vend më të mirë. Duartrokitjet filluan sërish. Këtë herë edhe më të forta. Max vrapoi drejt Arbenit dhe e përqafoi. Ti je personi më i mirë që njoh, tha djali me një zë të sinqertë. Arbeni e përqafoi djalin dhe mbajti atë për disa sekonda, duke ndjerë ngrohtësinë dhe dashurinë që rrethonte atë moment. Në vjeshtën e vitit të 5, Arben mori një vendim të madh. Ai vendosi të hapte një organizatë jo fitimprurse që do të ofronte trajnim dhe mbështetje për emigrantët që donin të ndërtonin karriera të reja në Zvicër dhe Gjermani. Organizata do të ofronte kurse gjuhe, trajnim profesional, këshillim psikologjik dhe mbështetje ligjore. Qëllimi ishte të ndihmonte emigrantët jo vetëm të mbijetonin, por të lulëzonin në vendin e tyre të ri. Klaus e përkrahte plotësisht, do bë një nga donatorët kryesor, por gjithashtu erdhi mbështetje nga komunitete të ndryshme, nga kompani private dhe nga njerëz të thjeshtë që besuan në misionin e Arbenit. Në pranverën e vitit të 6, organizata hapi dyert e saj në një ndërtesë së vogël në qendër të Konstancit. Emri i saj ishte Ura e Shpresës, një emër që simbolizonte lidhjen midis dy votëve, mundësinë e një fillimi të ri. Në ceremoninë e hapjes, Arben qëndroi para një turme prej rreth 100 personash dhe tha: "Kjo ura nuk është ndërtuar nga cimento dhe çelik. Ajo është ndërtuar nga dashuria, nga guximi dhe nga besimi se ne të gjithë mund të ndryshojmë jetën e njëri tjetrit me një akt të thjeshtë mirësie. Dhe unë premtoj se kjo organizatë do të jetë këtu për çdo njeri që ka nevojë për një dorë ndihmëse, për çdo njeri që ka nevojë për një shpresë." Turma duartrokiti dhe Arben ndjen se ëndra e tij kishte marrë formë. Ai nuk ishte më vetëm djali i vogël nga fshati shqiptar që kishte ardhur në Zvicër me një çantë në shpinë. Ai ishte bërë një forcë ndryshimi, një zë për ata që nuk kishin zë. Në vjeshtën e vitit të 7, Arben mori një telefonat nga Klaus. "Arben?" tha Klaus me një ton të veçantë në zë. "Max ka një kërkesë për ty. Ai po shkruan një ese për shkollën e tij mbi personin që e ka frymëzuar më shumë në jetë, dhe ai dëshiron të intervistojë." Arben buzëqeshi. "Natyrisht," tha ai, "do të jemi lumtur." Një ditë më vonë, Max erdhi në zyrën e Arbenit me një fletore dhe një stilolaps. Ai ishte tani 12 vjeç, më i lartë dhe më i pjekur, por me të njëjtën buzëqeshje të ndritshme që Arben kujtonte nga dita e liçenit. "Faleminderit që pranove të më ndihmosh," tha Max, duke ulur. "Është kënaqësia ime," tha Arben. "Çfarë do të dish?" Max hapi fletoren e tij dhe lexoi pyetjen e parë. "Çfarë po mendone në momentin kur më pe duke u mbytur në ujë?" Arben u mendua për një moment. "Unë po mendoja se nuk ka rëndësi çfarë do të ndodhte me mua," tha ai ngadalë. "E vetmja gjë që kishte rëndësi ishte të arrija në kohë. Unë nuk e njohja ty, nuk e dija emrin tënd, nga vije, çfarë gjuhë flitni, por në atë moment ti ishe thjesht një familje që kishte nevojë për ndihmë.
dhe kjo ishte e mjaftueshme. Max shkroi me kujdes, pastaj e shikoi Arbenin me sy të mbushur me admirim. "A ke pasur frikë?" pyeti ai. "Po," tha Arbeni me sinqeritet. "Kisha frikë që do të arrija shumë vonë. Kisha frikë që nuk do të isha mjaft i fortë për të nxjerrë nga uji. Por ndonjëherë guximi nuk është mungesa e frikës. Guximi është të veprosh edhe kur ke frikë." Max shkroi përsëri, duke lëvizur stilolapsin me shpejtësi. "Çfarë do t'i thuash njerëzve të tjerë që dëshirojnë të bëjnë një ndryshim në botë?" pyeti ai. Arben buzëqeshi. "Do t'u thoja se mos prisni për një moment të madh," tha ai. "Mos prisni të shpëtoni jetën e dikujt apo të bëni diçka spektakolare. Filloni me akte të vogla mirësie. Ndihmoni një fëmijë, dëgjoni dikë që ka nevojë për të folur. Jepini një buzëqeshje të huajit në rrugë, sepse këto akte të vogla, kur mblidhen së bashku, krijojnë një val ndryshimi që mund të transformojë botën." Max ngriti kokën dhe e shikoi Arbenin me një shprehje serioze. "Unë dua të jem si ti kur të rritem," tha ai me zë të qartë. Arbeni ndjeu një ngrohtësi që përhapej në gjoks. "Ti je tashmë më i mirë se unë," tha ai me butësi, "sepse ti ke një zemër të mirë dhe një dëshirë për të ndihmuar të tjerët. Kjo është gjithçka që të nevojitet." Pas intervistës, Max e përqafur Arbenin me forcë. "Faleminderit," tha djali. "Jo vetëm për atë ditë në liçen, por për gjithçka që ke bërë çato herë." Në dimër të vitit të 8, Arbeni u ftuar për të folur në një konferencë ndërkombëtare në Gjenevë, mbi të drejtat e migrantëve dhe integrimin social. Kishte qindra pjesëmarrës, përfaqësues të qeverive, organizata jo qeveritare, akademik dhe aktivist nga gjithë bota. Kur erdhi radha e Arbenit për të folur, ai u ngjit në podium me zemër të rrahur shpejt. Ai nuk ishte mësuar me fjalime publike para një audience kaq të madhe, po kur e shikoi sallën, ai pa fytyra të ndryshme, nga vende të ndryshme, por të gjithë aty për të njëjtën arsye, për të bërë botën një vend më të drejtë dhe më human. "Mirëmbrëma," filloi Arbeni në gjermanisht, zëri i tij duke u qetësuar gradualisht. "Emri im është Arben Qasniqi. Unë jam nga Shqipëria dhe kam jetuar në Zvicër për 8 vjet. Historia ime nuk është unike. Ka miliona njerëz si unë që lënë shtëpitë e tyre çdo ditë duke kërkuar një jetë më të mirë, duke kërkuar siguri, duke kërkuar mundësi." Ai bëri një pauzë dhe vazhdoi. "Por, historia ime ka një moment që ndryshoi gjithçka. 8 vjet më parë, unë shpëtova jetën e një fëmije gjerman që po mbytej në Bodensee. Nuk e mendova 2 herë, thjesht veprova. Dhe ajo ditë nuk shpëtoi vetëm një fëmijë. Ajo dita më shpëtoi edhe mua, sepse më tregoi se ne të gjithë jemi të lidhur. Është një njeri me ëndra, me shpresa, me familje që pret, dhe ata meritojnë dinjitet, ata meritojnë respekt." Salla shpërtheu në bartrokitje. Njerëzit u ngritën në këmbë, disa me lot në sy. Arbeni e ndjeu peshën asaj çfarë kishte thënë, por gjithashtu ndjeu një lehtësim. Ai kishte përdorur zërin e tij për të folur për ata që nuk mund të flisnin. Pas konferencës, shumë njerëz i afruan për ta falenderuar, për të shkëmbyer kontakte, për të diskutuar mënyra se si mund të bashkëpunonin. Një grua nga Franca, drejtore e një organizate humanitare, i tha: "Historia juaj më ka prekur thellë. Ne duam të punojmë me ju, të mësojmë nga përvoja juaj. Ju jeni një shembull i gjallë se si një person mund të bëjë një ndryshim të madh." Në qershor të vitit të 9, Arbeni vendosi të kthehej në Bodensee, në vendin ku gjithçka kishte filluar. Ishte një ditë e ngrohtë pranvere, shumë e ngjashme me atë ditë 9 vjet më parë. Ai shkoi vetëm këtë herë, duke dashur të kishte një moment reflektimi personal. Ai parkoi makinën në të njëjtin vend ku kishte parkuar atëherë dhe ecste ngadalë drejt bregut. Gjithçka ishte e njëjtë: ujërat e kaltërta, valët e vogla, zërat e zogjve që familjet që luanin në rër. Arbeni qëndroi me skajin e ujit dhe shikoi horizontin. Ai kujtoi atë ditë, dridhjen që kishte ndjer kur kishte parë Maxin duke u mbytur, frikën që e kishte pushtuar ndërsa notonte drejt tij, lehtësimin kur djali kishte marrë frymë përsëri. "Falenderit," përshpëriti Arbeni në ajër si duke folur me një forcë të padukshme. "Falenderit që më ve atë moment. Falenderit që më tregove se jeta ime ka një qëllim." Ai nxori telefonin dhe shkroi një mesazh te Klaus. "Jam te liçeri, 9 vjet më parë.
ende nuk mund të besoj gjithçka që ka ndodhur qatë herë. Faleminderit që më dhe një mundësi të dytë në jetë. Brenda disa minutash, Klausi u përgjigj. Jo, Arben, ti e ai që na dhe një mundësi të dytë ne. Ne jemi përgjithmonë mirënjohës. Po vi me Max, jemi rreth 15 minuta larg. Arbeni buzëqeshi dhe ul në rër për duke pritur. Kur i pa duke ardhur, Klaus me flokë që kishin filluar të thinjurejnë pak dhe Max që tani ishte një djalosh i lartë dhe fort, ai u ngrit dhe i përqafoi të dy. Le të ecim së bashku, tha Klaus, duke treguar për gjatë bregut. Ata ecën në heshtje për disa minuta, duke shijuar thjesht ngrohtësinë e diellit dhe tingullin e ujit. Arben, tha përfundimisht Max. Unë dorëzova esenë time për shkollën dhe mësuesja më dën notën më të lartë. Ajo tha se nuk ishte lexuar kur diçka kaq të fuqishme. Jam krenar, tha Arben me sinqeritet. Por diçka tjetër ndodhi, vazhdoi Max. Pasi lexova esen para klasës, 3 nga shokët e mi erdhën dhe më thanë se duan të fillojnë një klub në shkollë. Një klub ku nxënësit mund të mësojnë për kultura të ndryshme, të takohen me emigrantë dhe të gjejnë mënyra për t'i ndihmuar ata. Arben daloi dhe e shikoi Maxin me sy të mbushur me krenavi. Kjo është e mrekullueshme, Max, tha ai. Ti po bën saktësisht atë që unë shpresoja, po përhap mesazhin e dashurisë dhe solidaritetit. Është fal teje, tha Max thjesht. Ti më tregove se çfarë do të thotë të jesh i mirë. Klaus vendosi mi dorë në supin të Arbenit. Unë mendoj se ne të tre jemi një familje tani, një familje e zgjedhur, jo e lindur. Dhe kjo është po aq e fuqishme. Arbeni ndjeu lot duke mbushur syt, por këtë herë nuk i fshehu. Ai la që të rrithni lirshëm, sepse ishin lot gëzimi, lot mirënjohjeje, lot realizimi se jeta kishte një kuptim më të thellë se sa ai kishte imagjinuar ndonjëherë. Në dimër të vitit të 10, Klaus dhe Arbeni organizuan një festë të madhe për të festuar 10 vjetorin e shpëtimit. Ishte një ngjarje e hapur për publikun, e promovuar përmes medias sociale dhe mediave lokale, me qëllimin për të mbledhur fonde për organizatën Ura e Shpresës. Festa u mbajt në një sallë të madhe në qendër të Konstanzit, e dekoruar me flamuj nga vende të ndryshme: Shqipëria, Gjermania, Zvicra, Turqia, Siria, Maroku dhe shumë të tjera. Kishte tavolina me ushqime tradicionale nga kultura të ndryshme, muzik live dhe një ekran të madh ku luheshin fotografi dhe video nga vitet e fundit. Rreth 300 persona morën pjesë, familje që Arbeni kishte ndihmuar, kolegë nga puna, miq, gazetar, përfaqësues të qeverisë lokale dhe shumë të tjerë që thjesht kishin dëgjuar për historinë dhe donin të ishin pjesë e kësaj feste. Në mes të festës, Klaus u ngjit në skenë dhe mori mikrofonin. Të nderuar miq, filloi ai, zëri i tij duke u transmetuar qartë në sallë. Para 10 vjetësh në një ditë qershori, jeta e familjes time ndryshoi përgjithmonë. Djali ynë, Maxi, po mbytej në bondense, dhe një burr i ri shqiptar që nuk kishte arsye për ta bërë këtë, u hodh në ujë dhe shpëtoi atë. Salla ishte plotësisht e heshtur, të gjithë duke dëgjuar me vëmendje. Në 10 vjet, ajo ditë ka frymzuar një lëvizje. Arben Krasniqi nuk ka ndaluar së ndihmuar njerëzit. Ai ka krijuar një organizatë që ka ndihmuar mijëra emigrant. Ai ka folur në konferenca ndërkombëtare. Ai ka bërë që historia e tij të frymëzojë njerëz nga e gjithë bota. Por më e rëndësishmja, ai ka treguar se çfarë do të thotë të jesh vërtet human. Klaus u kthye dhe e thirrri Arbenin në skenë. Arben u ngjit, duke ndier vëmendjen e të gjithëve te ai. Arben, tha Klaus, duke ja dorëzuar një certifikat të bukur të mbështjellë në një kornizë. Në emër të familjes sime, të organizatës son dhe të gjithë atyre që jeta e tyre është prekur nga ti, dua të jap këtë njohje. Ti je një hero i vërtet. Jo sepse bëre diçka spektakolare një herë, por sepse vazhdove të bësh gjëra të mira çdo ditë. Salla shpërtheu në duar trokitje dhe ulërime. Njerëzit u ngritën në këmbë, duke bërtitur hemrin e Arbenit. Ai e mori certifikatën me duar që dridheshin lehtë, dhe pasi duar trokitjet u qetësuan, ai foli. Ju faleminderit të gjithëve, tha ai, zëri i tij mbushur me emocion. Por unë dua t'ju them diçka. Unë nuk jam hero.
Unë jam thjesht një njeri që pati fat të ishte në vendin e duhur, në kohën e duhur. Dhe që atëherë, unë ka mësuar se secili prej nesh ka fuqinë për të ndryshuar jetën e dikujt tjetër. Nuk nevojiten para. Nuk nevojitet pushtet. Nevojitet vetëm një zemër e hapur dhe guximi për të vepruar. Ai shikoi të gjithë njerëzit në sallë, fytyra të ndryshme, nga vende të ndryshme, me histori të ndryshme, por të gjithë këtu për të festuar diçka të bukur. Unë shoh këtu sot njerëz nga e gjithë bota. Edhe kjo më jep shpresë. Sepse edhe pse bota shpesh na ndan me kufi, me gjuhë, me besime, ne gjithmonë mund të gjejmë atë që na bashkon. Humanizmi ynë. Dhe kur ne zgjedhim të shohim njëri tjetrin si vëllezër dhe motra, jo si të huaj, atëherë ne krijojmë një botë ku të gjithë mund të lulëzojnë. Duartrokitjet filluan përsëri. Këtë herë më të forta se kur. Max u ngjit në skenë dhe përqafoi Arbenin, dhe pastaj Klaus i u bashkua atyre. Fotografi u zun dhe ajo imazh, 3 njerëz nga 2 vende të ndryshme, të përqafuar në skenë me një sallë plot njerëz që festonin diçka të bukur, u bë simboli i asaj që ishte e mundur kur dashuria te kalonte frikën. Pak ditë pas festës, Arbeni ul në tavolinën e tij në shtëpi dhe vendosi të shkruante një letër, jo për dikë të veçantë, por për të ardhmen. Për njerëzit që do ta lexonin këtë letër vite më vonë, për fëmijët që do të rriteshin duke dëgjuar këtë histori, për çdo njeri që do të kishte nevojë për një mesazh shprese. Ai nisi. Të dashur lexues, nëse po lexon këtë letër, atëherë ndoshta je në një moment të jetës tënde ku po kërkon drejtim, frymëzim, apo thjesht një arsye për të besuar se gjërat mund të përmirësohen. Unë dua të them se jeta nuk është gjithmonë e lehtë. Ka momente kur do të ndihesh i lodhur, i vetmuar, i humbur. Ka momente kur do të pyesësh veten nëse ja vlen të vazhdosh. Por unë të lutem mos u dorëzo, sepse edhe në momentet më të errta ka një dritë që të pret. Kur unë isha në moshën tënde, unë nuk e dija se çfarë do të bëja. Unë nuk e dija nëse do të kisha sukses, nëse do të gjeja lumturi, nëse do të kisha një qëllim. Por unë vendosa të vazhdoj. Vendosa të mos u dorëzoj. Dhe jeta më ka dhënë më shumë se sa mund të kisha imagjinuar ndonjëherë. Mësimi më i madh që kam mësuar është ky. Ne nuk jemi në këtë botë vetëm për veten. Ne jemi këtu për njëri tjetrin. Dhe kur ne zgjedhim të ndihmojmë dikë tjetër, edhe me një gest vogël, ne po krijojmë një efekt valësh që mund të ndryshojë botën. Kështu që të lutem, bëj mirë, bëhu i dashur, bëhu i guximshëm. Dhe kur të shohësh dikë që ka nevojë për ndihmë, mos u kthe. Shtrije dorën, sepse ajo dorë mund të shpëtojë një jetë, dhe në proces mund të shpëtojë edhe ty. Me dashuri dhe shpresë, Arben Krashnici. Arbeni e palosi letrën dhe e vuri në një zarf. Ai e dërgoi te organizata Ura e Shpresës me udhëzimin që të shfaqej në murin e zyrës, ku çdo vizitor do të mund ta lexonte. Vitet vazhduan të kalonin. Arben arriti moshën 40 vjeç, më pas 45. Flokët e tij filluan të thinjin në skajet dhe disa rrudha u shfaqën rreth syve të tij. Por shpirti i tij mbeti i ri, i mbushur me energji dhe pasion për punën që bënte. Organizata Ura e Shpresës u rrit në një nga organizatat më të respektuara humanitare në Zvicër dhe Gjermani. Ata hapën zyra në 5 qytete të ndryshme, trajnuan qindra vullnetar dhe ndihmuan 10 mijëra emigrant. Max u bë njëri i shkëlqyeshëm. Ai studioi jurisprudencë në universitet, duke ndjekur gjurmët e babait të tij, Klausit. Por ai gjithashtu bë një aktivist i zjarrt për të drejtat e emigrantëve, duke punuar me organizata ndërkombëtare dhe duke folur në konferenca. Një ditë, Max erdhi te Arbeni me një lajm. Arben, tha ai me një buzëqeshje të gjerë, unë dua të punoj në organizatën tënde, dua të jem pjesë e Ura e Shpresës,
Dua të vazhdoj punën që ti ke filluar. Arbeni e hikoi me sy të mbushur me lot. Nuk ka gjë që do të më bënte më të lumtur, tha ai, duke e përqafuar Maxin. Dhe kështu, rrethi u plotësua. Djali që Arbeni kishte shpëtuar 10 vjet më parë, tani po kthente favorin, duke ju bashkuar misionit për të ndihmuar të tjerët. Në një mbrëmje të qetë vjeshte, Arbeni ul në balkonin e apartamentit të tij dhe shikoi qiellin. Yjet po shkëlqenin qartë dhe ajri ishte i freskët dhe i pastër. Ai mendoi për gjithë udhëtimin e tij, nga fshati i vogël në Shqipëri te kantieret e Zvicrës, te zyra ku tani ndihmonte mijëra njerëz. Ai mendoi për të gjithë njerëzit që kishin qenë pjesë e historisë së tij. Nëna e tij, Klaus dhe Ana, Maxi, Bekimi dhe familja e tij, të gjithë ata që jetat e tyre ishin ndërthurur me të tin. Dhe ai e kuptoi se asgjë nuk ishte qenë në rast. Çdo hap, çdo vendim, çdo sfidë, të gjitha kishin qenë pjesë e një mozaiku më të madh që tani kishte kuptim. Faleminderit për shpëritja ime në erën e lehtë. Faleminderit për këtë jetë. Faleminderit për mundësinë të bëj një ndryshim. Telefoni i tij ra. Ishte një mesazh nga Klaus. Po shikoje lajmet. Historia jote sapo u përmend në një dokumentar të ri të BBC-s mbi heronjtë e pazëshëm të Evropës, je bërë një inspirim për miliona. Arben buzëqeshi paksa dhe shkroi prapa. Unë nuk jam hero, unë jam thjesht një njeri që mësoi se dashuria nuk njeh kufi. Shumë vjet më vonë, kur Arbeni ishte një burr i moshuar me flokë të bardhë dhe një buzëqeshje të butë që tregonte për vite jetë plot kuptim, ai ul me niprit dhe mbesat e tij, fëmijët e motrës së tij Era, që tani jetonte në Zvicër me familjen e saj. Gjyshi Arben, pyeti një vajzë e vogël me sy të mëdhenj. A është e vërtet se ti ke shpëtuar një djalë nga mbytyja? Arben buzëqeshi dhe e mori vajzën në prehër. Po, është e vërtet, tha ai, por çfarë është edhe më e rëndësishme, është se ai shpëtim nuk mbaroi atë ditë. Ai vazhdoi të rritet dhe të përhapet, duke prekur jetën e shumë njerëzve. Si? Pyeti djaloshi tjetër duke ulur pranë këmbëve të Arbenit. Sepse kur ti bën një gjë të mirë, ti krijon një val, shpjegoi Arbeni. Dhe ajo val rritet dhe prek njerëz të tjerë, që më pas bëjnë gjëra të mira, dhe ata prekin të tjerë, dhe kështu një akt i thjesht guximi mund të ndryshojë botën. Fëmijët dëgjonin me vëmendje, fytyrat e tyre plot kureshtje. Dhe çfarë duhet të bëjmë ne? Pyeti vajza e vogël. Arbeni e pa në sy dhe tha: Bëhuni të mirë, bëhuni të dashur, dhe kur të shihni dikë që ka nevojë për ndihmë, mos harroni, në atë moment ju keni fuqinë për të ndryshuar një jetë. Dhe kush e di? Ndoshta një ditë ai person që ju e ndihmuat do të ndihmojë dikë tjetër, dhe kështu bota bëhet një vend më i mirë, një akt i vogël në një kohë. Fëmijët buzëqeshën dhe u angazhuan të bënin saktësisht atë. Dhe ndërsa Arbeni i shikonte duke vrapuar në obor, duke qeshur dhe luajtur, ai ndjeu një qetësi të thellë. Jeta e tij kishte qenë e vështirë, por kishte qenë e bukur. Ai kishte bërë një ndryshim. Dhe ai dinte se trashëgimia e tij, jo parat, jo fama, por vlerat dhe dashuria që kishte ndarë, do të vazhdonte të jetonte përmes brezave që vinin. Kjo është historia e Arben Krasniqit, një burr i thjesht që bëri një akt të jashtëzakonshëm guximi dhe që pastaj i përkushtoi jetën e tij për të ndihmuar të tjerët. Por kjo nuk është vetëm historia e tij. Kjo është një histori për çdo njeri që ka zgjedhur mirësinë mbi indiferencën, guximin mbi frikën, dashurinë mbi urrëtitjen. Sepse në fund, ne të gjithë kemi fuqinë për të qenë heronj, jo përmes veprave spektakolare, por përmes akteve të vogla të përditshme të dashurisë dhe solidaritetit. Kështu që kur të dalësh në botë sot, mbaj mend historinë e Arbenit dhe pyet veten, çfarë mund të bëj unë për të bërë një ndryshim? Sepse përgjigja, padyshim, është e thjeshtë. Shtrihe dorën, ndihmo dikën, bëhu i mirë. Dhe kështu, ti do të bëhesh pjesë e atij vale ndryshimi që po transformon botën. Një zemër në një kohë.